Ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një person ka humbur jetën brëm si pasojë e një aksidenti trafiku në Bresje të Fushë Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë Daud Hoxha. Ndërkohë policia ka njoftuar se është arrestuar dhe dërguar në mbajtje shoferi i cili shkaktoi aksidentin. Është arrestuar vozitësi pasi që dyshohet se me vetur ka goditur këmbësorin i cili për pasoj ka vdekur në vendin e ngjarjes. Me vendim të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin policor. Sot bën 26 vjetë nga masakra në Pastasel të komunës së Rahovecit, një nga masakrat më të tmerrshme që kanë bërë forcat kriminale serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. 26 vjetë më parë, regjimi serb ndau në grupe njerëzit të cilët më pas i pushkatoi. Aty u vranë dhe masakruan 106 persona nga ky fshat dhe fshatrat të tjera përreth. Në këtë masakër, përpos vrasjes dhe masakrimit nga forcat serbe, të vrarët më pastaj u dogjën. Po sot bë 26 vjetë edhe nga masakra e forcave serbe në burin të komunës së Malishevës, ku u vranë dhe u masakruan 42 civil shqiptarë. Po në këtë ditë, në fshatrat të tjera janë vrarë dhe masakruar edhe civil të tjerë. Për këto masakra, deri më tani nuk është dënuar asnjë person. Pasi për 2 vjetë u dëgjuan më shumë se 210 dëshmitar të prokurorisë në gjykimin kundër ish-krerëve të UÇK-s Hashim Thaçit, Jakub Kresniqit, Kadri Veselit e Recep Selimit, prokuroria të premten do ta përmbyll këtë proces nga lista fillestare e të cilit hoqi më shumë se 140 dëshmitar. Thaçi dhe të tjerët të akuzuar për bashkëveprim në krime lufte kanë mohuar fajsin për akuzat dhe ajo çfarë do të ndodhë menjëherë pasi prokuroria në Hag të mbyllë këtë proces është kërkesa e mbrojtjes për të hedhur disa nga akuzat. Avokati ish presidentit Hashim Thaçi, Luka Mishetic, i ka konfirmuar Radio Kosovës se mbrojtja ka gjasa të kërkojë hedhjen e disa pikave të akuzës. Zëdhënësja e domave të specializuara Angela Grep tha se nëse mbrojtja të akuzuarve do ta bëjë një kërkesë të tillë, ekipi i avokatëve ka njoftuar se i duhen 4 javë për t'u përgatitur për këtë pjesë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se po synojnë që në një seancë të zgjidhen kryetari, kryesia dhe qeveria, siç është bërë edhe herën e kaluar. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare, pret që pasi të bëhet zgjedhja e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit, të votohet edhe qeveria. Ka të masë që të kërkone rezultatet, në bashkë seancë po jetën nga timit, po shënojnë një seancë ku zgjedhë edhe kryetari jetë rationalisht elected dhe gëna forensë të intendit. Kurti shprehu shqetësim lidhur me situatën e vrasjeve që tronditën vendin. Kur dojnë drejtësinë, nuk bazohen të këtë dhe trohet materiale dhe shtypë të tjera në proces, po edhe në qehret e tonëve. Nuk mund është me ndohë drejtësinë nëse në momentin vendën toja u këshyrë qehret. Kush është aty ma i fuqishëm, kush është ma agresiv, e me këshyrë me gjerë në farmesi. Drejtësia gjyqtore nuk është mesin në dispartë. Ato e bojnë ndërmjetësuese negociatat. Ndërkohë, ka mbetur që presidentja e vendit, Vjosa Osmani, brenda afatit ligjor të caktoj datën për thirrjen e seancës konstituive. Presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić zhvilluan një bisedë telefonike ku diskutuan mbi marrëdhëniet dypalëshe dhe perspektivën evropiane të Serbisë. Macron përmes një postimi në rrjetin social X njoftoi se biseda përfshiu një përmbledhje të kontakteve të fundit të Vučić në Bruksel. Ai riteksoi dëshirën e tij që Serbia ta vijojë rrugtimin e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Analistët në Serbi vlerësojnë se pas vizitave të para të dërguarit të ri të posaçëm të BE-s për dialog në Beograd dhe Prishtinë Peter Sorensen, ky proces vazhdon të ekzistojë fal presionit ndërkombëtar. Vizita e pare e Peter Sorensenit në Beograd dhe Prishtinë si i dërguari i ri speciali i Bashkimit Evropian për dialog ndodh në një moment kur pritjet për këtë proces janë jashtëzakonisht ulta. Edhe pse ai bëri thirrje për vazhdimin e bisedimeve, analistët nuk shohin hapësirë për përparim thelbësor. Specijalnog predstavnika, to je Kaja Kallas i Peter Sorensen. Përfaqësuesja e re e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas dhe i dërguari i ri Sorensen do të përpiqen ta mbajnë dialogun gjallë, por nuk ka vend për rezultate të mëdha, as për zbatimin të marrëveshjeve ekzistuese, tha Miloš Pavković nga Qendra e Politikave Evropiane. Sipas analistëve, dialogu mbahet në jetë vetëm nën presion ndërkombëtar, ndërsa çështjet kyçe mbetet të pasgjidhura. Për analistin politik Dušan Janjić, ky proces tashmë konsiderohet i përfunduar. Kosovo je postalo spoljnopolitičko pitanje. Kosova është kthyer në një çështje të politikës së jashtme për pushtetin në Beograd. Kjo është bërë qëllimisht me ndihmën e menaxhimit të konfliktit. Sot mund të them Kosova është përtej historisë dhe nuk është më temë, tha Dušan Janjić. Përveç Brukselit, pritet edhe angazhimi i Shteteve të Bashkuara. Megjithse, fokusi i Washingtonit aktualisht nuk është në Ballkan. Se bavi o pitanjima Kosova i Srbije, odnosno normalizacije. Aktualisht, administrata e re nuk ka treguar interesim për çështjet e normalizimit, edhe pse Richard Grenell është emëruar sërish si dërguari i posaçëm për krizat. Megjithatë, fokusi i tyre është në rajone të tjera. Sidoqoftë, nuk do ta përjashtoja mundësinë që SBA të përfshihet më aktivisht në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndoshta në një fazë të mëvonshme, veçanërisht nëse BE-ja vazhdon të udhëheqë këtë proces në mënyrë të pasigurt, tha Miloš Pavković. Analistët vlerësojnë se pas vizitave të para të dërguarit të ri të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog në Beograd dhe Prishtinë, ky proces vazhdon të ekzistojë fal presionit ndërkombëtar. Sa i përket Kosovës dhe Serbisë, ata konsiderojnë se pa vullnetit politik është e vështirë të pritet ndonjë përparim i qëndrueshëm.